Në kohët e fundit, kur umeti islam është coptuar në 73 sekte që luftojnë mes tyre, një thirrje e qartë dhe e fortë ngrihet: kthehuni te Islami i pastër pa emra sektesh. Sheikh Imran Hosein, duke u mbështetur te Kurani dhe hadithet, na kujton fjalën e profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të, në Sahih Muslim: umeti im do të ndahet në 73 sekte, të gjitha në zjarr, përveç një. Ata që ndjekin rrugën time dhe rrugën e shokëve të mi. Kjo nuk do të thotë zgjidh sunitët apo zgjidh shiat, zgjidh sufit apo zgjidh kuranistët. Këto emra janë shpike njerëzore, janë parti politike të veshura me pek fetar që e kanë përçarë umetin dhe i shërbejnë planit të Dejxhallit. Shiat e teprojnë me dashurinë ndaj Aliut ra dhe imamëve deri në shirë. Shumë që quhen suni sot janë bërë vegla të qeverive sekulare dhe i kanë harruar urdhrat e sheriatit. Disa sufi i kanë kthyer shejkët në idhuj dhe e kanë braktisur xhihadin. Kuranistët hedhin poshtë sunetin dhe e presin islamin në gjysmë. Sekularizmi, që është kufër i hapur, ka hyrë në xhami dhe universitete duke thënë: feja është vetëm për zemër, shteti të jetë pa sheria. Sheikh Imran Hosein na mëson qartë: mos i vini vetes asnjë emër tjetër përveç musliman. Kurani thot, Ali Imran 3:103, ka puni të gjithë fort pas litarit të Allahut dhe mos u përçani. Ne nuk jemi suni, shia, sufi, deobandi, barelvi, selefi, kuranist, këto janë etiketa djallëzore. Ne jemi vetëm musliman që ndjekim Kuranin dhe sunetin e profetit, paqja qoftë mbi të. Ashtu si që jetuan shokët e tij, pa shtesa, pa paksim, pa parti dhe pa sekularizëm. Sekularizmi është armiku më i madh sot. Ai do një islam pa xhihad, pa ekonomi, pa riba, pa urdhër dhe ndalesë. Kush e pranon këtë, sipas Kuranit, Maide 44, është kufar edhe nëse falet 5 herë, prandaj lëreni çdo emër sektesh. Thoni vetëm: unë jam musliman natyral, ndjek Kuranin dhe sunetin, nuk jam as suni, as shia, as sufi, as asgjë tjetër, jam vetëm musliman.